A ban me thonë, më lëshoj shpirti. Nuk ka problem, në bazë të asaj që në popullin ton aludon edhe nënkupton kjo fjalë. Na e kemi këtë fjalë si sinonim. Kur dojmë me tregu diçka lodhje, rrezik, frikë, themi kështu. Më lëshoj shpirti prej tutës. Më lëshoj shpirti prej lodhjes. Më lëshoj shpirti prej dhimbjes. Kështu e kemi këtë qëllim. Nuk kemi në qëllim tjetër që bie në kundërshtim me akiden, me besimin tonë. Apo me kundërshtimin e Allahut ose të fesë tonë. Prandaj themi, nëse përdor njëri si sinonim për një lodhje të madhe, për një stres, për një frikë, diçka, do me tregu që maksimalisht jam lodh, nuk ka problem inshallah taala. Njëjtë është sikur se fjala kur thot dikush apo vjen me pi një kafe, ti thon fal, po i kam 100.000 punë. Ti nuk ka që për një me i ki 100.000 punë, po kjo aludon se ti je shumë i nxantë, shumë ke të lashë edhe s'ke kohë me dalë me ta me pi kafe. Kështu që edhe nëse duket si shprehje qysh më shoj shpirti, na nuk e shohim si fjalë me analizu pike dhe presje, por kuptimi, çfarë kuptimi ka ajo në mentalitetin edhe në rrethonat për çfarë e themi ne. Kështu që në atë që e kuptojmë ne, nuk shohune diçka të ndaluar inshallah taala te kjo shprehje.